me ndjek kurse, pra brenda 3 mujve, 6 mujve ti mund ta marrësh aftësi pastaj për të u inkuadruar në tregun e punës, sepse kjo është edhe humbje për shtetin edhe për shoqërinë. Do të thonë një pjesë e madhe e popullsisë ty të mbetet e pa inkuadruar në tregun e punës. Dhe duke i ditur këtë trendin e 5 viteve, 6-7 viteve të fundit, kur neve po na ikin të rit, është kategoria jashtëzakonshme që duhet ta kthejmë në tregun e punës, sepse për ndryshe do detyrohemi atë që tha Kurti diku. Një soldues ta kemi nga Afganistani, një të tjetër ta kemi nga... Në fakt, më lejoni ta them, nuk e di nëse është informacioni i vlefshëm apo jo, për herë të parë kam pranuar një aplikim në Median 10 nga India. Më ka shkruar një realizator emisionësh nga India dhe ka interes për tregun e Kosovës dhe 10 punojnë në Kosovë. Para mendojni tash në vend të Besit, Bernardit edhe të tjerëve. Po përderisa këta punojnë për kompaninë Gjermani, Francë, për ne do të vinë punojnë vendet nga bota tjetër. Po kur të bojnë një lloj stazhi, paramendoj kur të ulen në vend tonë. Dhe të bëjnë analista. Okej, interesante kjo. Në fakt, kushdo që angazhohet nga ndonjëra nga partitë, nuk i kam parë ende programet, por kushdo që angazhohet që kategorinë e grave dhe zonjave në Kosovë, nga mosha 35 dhe në moshën 50 vjeçare, ti kthej në tregun e punës, do të jetë një prej veprimeve të jashtëzakonisht të duhura dhe të nevojshme në shoqërinë tonë. Zotimi im kryesor, Arben, lejo ta theksojte, pra një nga çështjet ku du të angazhohem pak më shumë, përveç çështjeve të mia profesionale, sepse profesioni jem, domethënë është kryesisht integrimi evropiane, politikë, qeverisje, por unë du të fokusohem shumë më shumë për gjetur zgjidhje për këtë grup mosh, sepse, siç thash, nuk është vetëm se ato vetë përfitojnë, shoqëria përfiton duke i